Top Media fiton çmimin vjetor për mbulimin mediatik të varfërisë në Kosovë. Ky çmim është ndër disa minjoje që Agjencitë e Kombeve të Bashkuara në Prishtinë ndajnë çdo vit në 4 kategori: televizion, radio, media të shkruara dhe fotografi për gazetarët, të cilët kanë mbuluar temën e varfërisë në Kosovë dhe ndikimin e saj te të rinjët, të zhvendosurit dhe shëndetin e grave. Në këtë ceremoni, UNICEF dha çmimin për reportazhin më të mirë mbi të rinjët e varfër të realizuar nga gazetarja Valdeta Osmani dhe kameramani Bujar Sulejmani. Kronika tregon të historinë e një familjeje të varfër nga fshati Cecilini i komunës së Vushtrisë dhe sakrificën e saj për të shkolluar njërin nga djemt. The prize for best TV story on youth and poverty goes to Ms. Valdeta Osmani. Nderoj posaçërisht kameramanin e Top Channel Bujar Sulejmani, i cili ka xhiruar këtë storie, i cili momentalisht është duke xhiruar, i cili me xhirimin e tij e ka paraqitur shumë mirë ato që unë këndosh me shpjeguar në anë stories. Faleminderit për një. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara kanë shpërndar të hënën edhe çmime të tjera në kategori të ndryshme të mbulimit mediatik të varfërisë në Kosovë. Për kronikën më të mirë televizive që portretizon të zhvendosurit, të kthyerit apo shëndetësinë, u shpërblyen edhe gazetarët Ramadan Muçolli dhe Njomza Berisha. Agjencia e Kombeve të Bashkuara ndau edhe çmimin për radio. Këtë çmim e fitoi gazetarja e Radio Kosovës Serbeza Haxhiaj. Ndërkaq gazetari Besnik Boletini mori çmimin për historinë më të mirë në median e shkruar. Ndarja e çmimeve bëhet çdo vit nga ekipi i Agjencive të Kombeve të Bashkuara në Prishtinë, me qëllim inkurajimin për ndërgjegjësimin mbi aspektet negative sociale të jetës në Kosovë dhe sfidat që ato paraqesin. Arta Berisha, Top Channel, Prishtinë.